Mirë, jemi rikthyer, ja tek kemi sërish këtu në studion e Kinotekës me Egonin dhe me Ariolon. Gjatë periudhës hapësirës muzikore, po diskutonim pak edhe për përrallat, kështu që tani jemi gati të tregojmë më shumë. Autoren e kemi në studio. Besoj Ariola do na i përmbledhi shkurtimisht do na tregoj edhe detaje interesante të personazheve që ka sjell aty nga mitologjia shqiptare. Nga do ta nisim Ariola? Ne po diskutonim pak tani me Egonin edhe i thash që për shembull e bukur e dheut është një nga personazhet që unë kam vërtet shumë për zemër, sepse jo vetëm është një personazh që e gjejmë në shumë përralla shqiptare, por është shumë interesante në vetvete. Domethënë gjithmonë e kam menduar që jo vetëm në këtë përrallë, po e bukur e dheut mund të visi si një libër më vete. Megjithatë në forma se domethënë aq shumë përralla ka të lidhura me të. Megjithatë shumë shpesh në përrallat shqiptare trajtohet po themi si një vash që fitohet apo shpëtohet nga të tjerët. Në përrallën që gjendet në përralla mistike shqiptare e kemi trajtuar që është ajo heroina e kësaj përralle. Megjithatë, çfarë është tjetër interesante është që e bukur e dheut shpesh na shfaqet si dikush që ka aftësi të mbinatyrshme, mund të transformohet dhe ka goxha pralla që bien ndesh me njëra tjetrën. Ajo që unë jam munduar të bëj në prallën e të bukurës së dheut është t'i jap, po themi, zanafill ose përgjigje disa nga këtyre elementeve. Për shembull, në një prallë që shpesh e hasim në tregimet shqiptare është fakti që e bukur e dheut mund të shndërrohet në një pel të zezë ose në një korp të zi ose në një arap të zi. Mi ka treguar gjyshi këto histori gjithë për mirë. Mirë, po ti nuk e kupton se si arrin ajo të transformohet dhe po themi pralla që unë kam shkruar është zanafilla që ajo i merr arapit velin e zi që jep këto fuqi. Dhe në prallat po themi të tjera ti ka tani aftësit. Po për shembull po përmendja pak më herët që në përgjithësi prallat kanë simbolika të fshehura dhe pralla e të bukurës së dheut në këtë rast është një prallë që për nga pjesa e simbolikave unë ja atashoj pjesës së divorcit. Ne nuk kemi asnjë prallë apo domethënë shumë të pakta janë prallat që mund të po themi të bëjnë që fëmijët e ditëve të sotme të gjejnë vetveten dhe të kuptojnë pak më mirë po themi elementet që ndodhin. Në prallën e të bukurës së dheut ka ndodhur që Iati është i mbreti i xhindeve, sepse kështu është realisht në mitologjinë shqiptare, ndërsa unë ne kam bërë që Jema është njeri. Dhe Oma është larguar kur kjo ka qenë e vogël. Domethënë ti e lë thjesht që ka ndodhur diçka aty dhe në momentin që kjo bëhet 16 vjeç kërkon të bëj bashkë skeptrin e dëshirave për të kthyer kohën pas dhe për të patur të ëmën nga kur ka qenë e vogël. Kur del sipër në sipërfaqe duhet që të mund të rapim për të marrë gjysmën tjetër të skeptrit për të plotësuar po themi dëshirën që ajo donte. E merr e mund arapin, por kupton që koha nuk mund të kthehet. Pas zbulon që nëna ishte shndërruar në një përbindësh akulli nga magjia që kishte ndodhur në botën e sipërme dhe pasi provon të kthej kohën mbrapsht nuk arrin që po themi koha të kthehet, por arrin që të shërojë nënën e saj edhe në këtë linjën me kaq shumë po themi element paralel. Japim një kuptim të ri, një zanafill të re të bukurës së dheut, e bëjmë atë heroinë të historisë të vet dhe paralelisht japim edhe një shembull po themi dhe mesazhe për pjesën se si ndonjëherë gjërat janë jashtë kontrollit ton, nuk mund të bëjmë çdo gjë që dëshirojmë, por ne mund po themi të shërojmë, kemi variantet më të mira të vetes, domethënë. Interesante. Kjo e bukur e dheut më intrigoi shumë. Po Viola është e interesuar për djalin Dragu. Djalin Dragu që përmenda është jam këtu. Si e vesh duke dëgjuar. Është Clark Kent i shqiptar. Sepse e gjejmë na personalisht më janë treguar variante të shumta të tij, po kam përshtypjen që të gjithë ne kemi dëgjuar nga pak për se si ishte një djalë shumë i fuqishëm, që kishte krah dragoi, që nuk duhet ta dinte askush përveç nënës, që ai kishte këto fuqi edhe që luftonte kuçedrën në mal.
Tani, kur gjyshja ime ma tregonte këtë prallë, ose këtë legjend, më vinte gjithmonë shumë keq se e shifja shumë të vetmuar këtë djalin Dragua. Dhe fakti që i thoya po si, domethënë as e shoqja nuk duhet ta merrte vesh. Po thoshte se ai ishte njerëz, se po ta shifnin njerëzit, ai vdiste. Dhe çfarë kemi bërë në këtë prallë? Është që e shoqja, në fakt, pa e ditur ai, nuk është njeri. Është zan, është një orë mali që e ka parë teksa luftonte me Kuçedrën dhe kur këta të dy bëhen bashk, ai mendonte se mbante sekretin dhe nuk i tregonte që ishte djalë Dragua dhe ajo nuk i tregon që është një orë mali, por sepse kështu ja kërkoi ai, tha që un kam sekretet e mia dhe mos më pyet për to. Dhe unë nuk do të pyes për gjërat e tua, por ndërkohë ajo e dinte dhe ndodh që në një sfidë shumë të madhe që ai kishte me Kuçedrën dhe shkoi ta luftonte në mal, ndërkohë që mendonte se ishte duke vdekur dhe i thot të shoqes që unë do ta tregoj të vërtetën time dhe le të vdes në duart e tua, se ashtu ishte ideja që në qoftë se dikush tjetër e dinte që ai ishte djalë Dragua do të vdiste, domethënë më fal që s'ta kanë treguar deri tani, ai tregon por nuk vdes. Përkundrazi ajo e shëron dhe ata të dy luftojnë Kuçedrën së bashku dhe jetojnë të lumtur dhe jep edhe këtë mesazhin e më në fund një fund i lumtur për djalin Dragua. Nuk do jetë më i vetmuar dhe të jep edhe mesazhin që ndonjëherë e vërteta duhet treguar, sado po themi e dhimbshme të jetë ajo. Domethënë kemi disa linja paralele, por në të njëjtën kohë marrim po themi prallat ekzistuese, linjat ekzistuese edhe i bëjmë ato më Disney-like. Shumë e bukur. Mund t'i japim një tjetër kuptim, patjetër. Edhe mua m'pëlqen shumë historia e djalit Dragua që përfundon kështu. Dhe jo në versionet e tjera që kemi dëgjuar. Dhe në traumat tona. Po, është. Unë thash, përrallat kanë qenë dhe tregimet shumë të bukura. Po disa prej tyre ishin traumatike dhe ti në fund nuk ishe, ata jetuan të lumtur, po kishe një fund të trisht që të linte me brenga për një kohë të gjatë. Po një gjë tjetër që do doja ta preknim është ajo historia e Shtojzovallëve. Që kemi mësuar një informacion të ri, unë e Goni dhe gjithë shunat këto. Shika, më lërë të ta them që nuk mbaron aty, gjithashtu pralla që përfshin Shtojzovallet është shumë komplekse edhe shumë e bukur. Ai informacioni që ne po diskutonim është pjesa që Shtojzovallet nuk janë vetëm femra, nuk janë vetëm gra, ne jemi mësuar nga Shtojzovallet që shikonim si emision dikur kur përzidheshin këto vajzat e bukura, por në fakt janë një popull mistik, po themi që ekziston në mitologjinë tonë, pavarësisht se po themi shpesh interpretohen sikur janë vetëm gra për shkak se janë të bukur edhe vallëzojnë, por jo, janë edhe meshkuj të bukur që edhe vallëzojnë. Në prallën Fia e Kuqe e Besës, po domethënë janë ndërthurë prapë, siç thash janë shumë të pasura me element. Linja e prallës është bazuar në një këngë dasmash shqiptare. Okej. Është një këngë që gjithmonë e këndonte ime më në përdasma, që thot a do vish më vajze e vogël, a do vish me ne. Do shkosh me ne. Po, kam dëgjuar. Kur dilte nusja zakonisht. Po, dhe e thot peshk me ala unë do bëhem, detin të kaloj dhe me ju do vi dhe me ju do shkoj. Pastaj thot zog me krah unë do bëhem, malin të kaloj dhe me ju do vi dhe me ju do shkoj. Dhe domethënë çfarë kam bërë këtu është që domethënë këtë si prallë kam shkuar kur kam qenë madje në Valbon edhe kam lokalizuar në zonën e Tropojës, kam bërë historinë e një djali që shkon në emigrim në Australi, domethënë kam marrë Valbonën, Australi, emigrimin në Australi dhe i premton nënës që do të kthehet. Mirë, po çfarë ndodhte është që në luginën e Shtojzovallëve për çdo premtim që jepej, krijohej një fije kuqe e besës, e cila në momentin që premtimi mbahej, është ndërrohej në dritë e gëzim në zemër. Në momentin që premtimi thyhej, ajo është ndërrohej në një, po themi, erësohej edhe koklavitej dhe ngelej peng në zemër. Dhe kur djali shkon për në emigrim dhe jep premtimin, krijohet fija e tij e kuqe e besës. Ndërkohë që nëna po plakej dhe ishte sëmur, fija e tij po nxihej, sepse nuk ishin komunikim. Dhe këtij i dalin Shtojzovallet në ëndër që edhe mbikëqyrnin fijet e besës dhe i thonë që ti duhet të kthehesh sepse nëna nuk është mirë edhe fija jote e besës po zbehet.
Dhe ai thotë unë jam shumë larg, nuk di si të kthehem, thënë do të plotësojmë 3 dëshira. Që të ndihmojnë gjatë udhëtimit. Kështu që ai kishte një oqean përpara dhe i kërkoi që të kalonte oqeanin dhe ato e ndihmuan dhe shndëruan në peshk që të kalonte oqeanin. Pastaj kishte male dhe shkretë të tjera dhe ato e shndëruan në zog djalin që të kalonte dhe pastaj kishte disa pyetje të dëndur dhe i dhanë një spatë magjike deri në momentin që ai kthehet tek nëna dhe po themi fija e tij e premtimit kthehet në gëzime dhe dritë në zemër. Sa e bukur. Ose na u bëmi kokra. Si që thash, nuk jam vetëm për fëmijë. Nuk jam vetëm për fëmijë, nuk vjen mirë që pëlqen vë. Unë po ua tregoj shumë shpejt për shkak të minutazhet. Unë mund të ri këtu gjithë ditën edhe të dëgjoj pralla, Ariela, të betohem. Gjyshi ka bërë një punë të mirë në. E admiroja atë momentin. Motra ime pastaj kur gjyshi nuk ishte më takat merrej me mua. Ti riprodhonte dhe tregonte këto për radhat e ajo në versionin e saj. Është një gjë shumë e bukur, është një gjë shumë e bukur. Është shumë e bukur edhe krijon, po themi lidhje. Po, për më tepër kam përshtypjen që gjithë secili prej nesh krijon variantet e veta, po themi të përjetimit të prallës, edhe kjo është një tjetër element i bukur.